Shkojmë tani me vrap tek sugjerimet e filmave komedit familjare, të cilat një pjesë mund t'i keni parë. Jam e bindur që po, një pjesë të mirë të tyre i keni parë, I përmendim fillimisht, shkurtimisht. Mirë, do ta nisim me Night at the Museum i vitit 2006. Enchanted I vitit 2007. The Game Plan I vitit 2007. A Series of Unfortunate Events I vitit 2004. Dhe I fundit Shazam I vitit 2019. Do ta nisim tash duke I përmendur pak më gjatë secilin prej tyre. Nisim me të parë, një film mjaft I njohur dhe I dashur, Night at the Museum I vitit 2006 me regji të Sean Levy. Një gardian muzeu që luhet nga aktori I njohur Ben Stiller zbulon se këto personazhet që janë të vendosura në muze, eksponatet e natës kthehen në jetë, pra ringjallen gjatë natës. Pra, duke nga qëndrimi kështu statik, ato në një orar caktuar fillojnë dhe marrin jetë dhe me dorë. Jo thjesht ta bëjnë me dorë. Dhe duhet merret me kaosin që shkaktojnë duke u përballur me personazhe historik mjaft të njohur dhe mitologjik. Filmi është një përzierje argëtuese e humorit, aksionit dhe edukatës historike që është më e rëndësishmja. Me performancën e shkëlqyer ta theksojmë të Robin Williams si Theodore Roosevelt, si ish presidenti Roosevelt, dhe ngjarjet e papritura që mbajnë shikuesin të angazhuar, Night at the Museum pati një sukses të madh, duke fituar me $250 milion vetëm në SBA dhe duke u shndruar në një klasik të komedisë familjare. Shkojmë tek radhës Enchanted I vitit 2007 me regji të Kevin Lima, një princesh nga një botë imagjinare zbret në Manhattan dhe përballet me realitetin e ashpër të qytetit duke sjellë magji dhe humor në jetën e zakonshme. Filmi përzien elemente të animuar dhe të jetës reale, duke I dhënë një ndjesi përrallore jetës moderne. Ka fituar mbi $340 milion në të gjithë botën dhe ka marrë lavdërime të shumta për humorin e tij të rafinuar dhe për performancën mbreslënëse të Amy Adams, e cila I dha një shpërthim të ri personazhit të princeshës. Fillon pra problemet e tua me sën edhe shën, mirë. Princeshës. Jo, nuk e them, do të vazhdoj. Do bëhesh me emër. Princeshës. Mirë. The Game Plan I vitit 2007 me regji të Andy Fickman, një futbollist I njohur futboll amerikan gjithmonë. I luajtur nga Dwayne The Rock Johnson, zbulohet se ka një vajzë të vogël dhe përpiqet të ndërtojë një marrëdhënie me të, duke u përballur me ngatresa dhe situata komike që e çojnë pra e ndryshojnë jetën e tij. Filmi ka humor, mbushur me momente të ngrohta dhe të këndshme mes aktorëve. Filmi u prit me shumë entuziazëm, duke fituar edhe pra në aspektin financiar $135 milion, duke u bërë një hit familjar dhe duke përforcuar edhe pikërisht rolin e Dwayne Johnson, që kujtojmë që në ato kohë ishte ende në fillimet, po themi, të karrierës së tij si aktor, pra si një aktor I mirë komedie. Dhe shkojmë tek sugjerimi I radhës, A Series of Unfortunate Events I vitit 2004 me regji të Brad Silberling. Të tre fëmijët Butler përballen me një xhaxh të keq, një varg ngjarjesh të çuditshme dhe rreziqe që I ndjekin në çdo hap, duke krijuar kështu një atmosferë gotike dhe humor të errët si ky që bëjmë ne her pas here këtu në Kinotek. Ky është një film I cili sjell një përzierje të shkaftësisë vizuale dhe aventurës dhe tepër I përshtatshëm për ata që duan një komedi me një prekje misterioze. Jim Carrey e sjell një rol të paharrueshëm si xhaxhai I keq dhe filmi pati sukses të konsiderueshëm duke fituar disa çmime për stilin dhe humorin e tij të veçantë. Nuk do prisja tjetër rezultat me praninë e Jim Carrey. Sigurisht, pak po e sigurt. Shkojmë te filmi I sugjerimi I fundit. Pra, filmi Shazam I vitit 2019 me regji të David Sandberg. Billy Batson, një adoleshent që mund të transformohet në një superhero, pra thjesht duke thënë Shazam, fjalën magjike. Përballet me një sfidë të madhe për të shpëtuar botën nga një kërcënim. Ky film është një rifreskim për filmat me superheronj, pra është I qartë, duke përzierë humorin me aventura të shkëlqyera dhe është pra për të gjitha grup moshat. Pati një buxhet të lartë me më shumë se $365 milion të fituara në box office. Nuk është e çuditshme që filmat që kanë superheronj dhe efekte kanë dhe buxhet të lartë, është e kuptueshme. Shazam u vlerësua për tonin e tij të lehtë dhe për mënyrën se si ofron balancë të shkëlqyer mes humorit dhe aksionit. Mirë. Shazam, po nuk shndrohesh dot ti. Po pse? Po, sepse tani do shkojmë tek sugjerimet e librave, kështu që pasi mbaroj librat, këtu ke mundësi të shndrohesh. Këtu ka mundësi të shndrohesh. Po, sepse libri I parë që do të sugjeroj. Po ka marruar pipat. Është Pipi çorape gjata.
I vitit 1945 nga Astrid Lindgren, dhe libri i dytë që ne do të sugjerojmë është Të martat me morin i vitit 2005 nga Mitch Albom. Mi nise me Pipin ti? Po nis me Pipin se kam shumë qejf. Okej. Po Pipin për këdo që mund të lodhet nga leximi, mund ta gjej patjetër si edhe film, në YouTube, edhe në YouTube fare thjesht. Kanale të ndryshme. Ka shoqëruar fëmirin ton, paktën brezit tim për këtë jam e bindur. Siç e dim të gjithë, Pipi Çorape Gjata është një vajzë e veçantë e cila jeton vetëm në një shtëpi të madhe dhe ka aventurat më të pabesueshme. Ajo është e fortë, e pavarur, nuk ka frikë nga asgjë, krijon situata të papritura dhe shumë humoristike për shoqërinë që e rrethon. Është një libër me një tregim të jashtëzakonshëm për guximin, lirinë dhe miqësinë që flet për një personazh të pazakontë që sfidon normat normale të shoqërisë. Me një stil të thjeshtë dhe shumë tërheqës për lexuesit e rinj dhe të rritur, Pipi Çorape Gjata ka arritur të bëhet thjesht dhe shumë tërheqës për lexuesit e rinj. Në çdo kohë një prej klasikëve të letërsisë për fëmijë i cili ka frymzuar shumë breza me mesazhet e tij pozitive dhe ngjarjet e paharrueshme. Di çfarë do bëjmë kur shkojmë në shtëpi tani? Çfarë do bësh? Do bësh bishtaletsa si Pipi? Jo, përtej. Se flokët e kuqes të mungojnë. E di çfarë do bëj? Ha, çfarë do bësh? Do shoh Pipi Çorape Gjatën. Okej. Ja pra si lidhen në sugjerimet. Nëse impaktohem unë që jetoj brenda kinotekës. Okej. Mirë, kemi edhe një sugjerim tjetër, jo më pak interesant, nga një shkrimtar si Mitch Albom, Të martat me morin në vitin 2005. Të martat me morin është një histori prekse që tregon lidhjen mes Mitch Albom dhe profesorit të tij të universitetit Mori Schwartz, i cili është në fund të jetës së tij për shkak të moshës dhe të një sëmundjeje të rëndë. Gjatë vizitave të rregullta, Mitch merr mësime të vyera jete nga Mori për jetën, dashurinë, miqësinë dhe vdekjen. Libri është i mbushur me refleksione të thella, mesazhe pozitive dhe humor, duke sjellë një histori që frymëzon dhe i bën lexuesit të vlerësojnë çdo moment të jetës. Të martat me morin është një udhërrëfyes emocional dhe shpirtëror që mbetet i paharuar duke u bërë një klasik modern për lexuesit e çdo moshe.